Ndërsa turizmi në Shqipëri po rritet, gjithnjë më shumë vizitorë të riqen nga çmimet e përballueshme dhe Bregdeti ende i paprekur, shkruhet në faqen e njohur turistike Travel and Tour. Megjithatë, me rritjen e popularitetit, shqetësimet globale për sigurime po ndikojnë në udhëtimet e miliona turistëve në lindjen e mesme, duke i këshilluar turistët të jenë të kujdesshëm për shkak të rreziqeve gjeopolitike. Pavarësisht këtyre sfidave, tërheqja e pakomercializuare e Shqipërisë dhe qytetet e saj bregdetare mahnitse vazhdojnë ta bëjnë Ksamilin, Dërmiun dhe Himarën ndër destinacionet më të kërkuara dhe unike në mesdhe. Shqipëria, sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, mbetet një vend i sigurt, edhe pse i këshillon udhëtarët të tregojnë kujdes. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se nuk ka asnjë kërcënim për turistët në Shqipëri, dhe autoritetet kanë sqaruar se nuk ka informacione të verifikuara për ndonjë rrezik aktiv ndaj banorëve apo vizitorëve. Zyrtarët shqiptar kanë theksuar se forcat e sigurisë janë vigjilente e në funksion të turizmit, e se jeta e përditshme për banorët do të vazhdojë normalisht. Siguria në Shqipëri ndikohet më shumë nga konteksti i gjerë gjeopolitik, sesa nga ndonjë paqëndrueshmëri e brendshme apo kërcënim terrorist.